Këto ditë në Bashkinë e Fierit është dëgjuar për një protestë të fermerëve të 5 fshatrave në zonën e Topojë, Seman, Semaniri. Këta banorë kanë një shqetësim që mua më duket shumë madhor dhe pavarësisht se ata e ngren problemin për hallin e tyre drejt për drejt, mua më duket me interes për të gjithë Shqipërinë. Protestojnë sepse tokat e tyre që i kanë në shfrytëzim me qira nga shteti, ata i përdorin për kullota, i përdorin për bujqësi, pra janë fermer, janë blektor që kanë stane, kanë tokat ku i përdorin për këtë funksion, pa pritur u ka vajtur dikush në për tokat e tyre dhe u ka thënë që i kemi marrë ne këto tani dhe u t'i përdorin për panele fotovoltaik. Çështja që është shumë shqetësuese është çfarë zhvillimi po japim ne Shqipërisë dhe çfarë zhvillimi po japim ne hambarit të Shqipërisë që është Myzeqeja dhe në këtë rast drejt për drejt në zonën e Fierit. Si mundet që toka pjellore, toka me bonitet cilësor, që nuk janë toka që nuk prodhojnë pra, si mundet që shteti këto t'i nxjerrë jashtë funksionit të toka bujqësore? Atëherë, për të pasur një ide të rëndësisë së kësaj gjëje, unë ju them që Shqipëria, përse përket tokave bujqësore, dhe unë do ju tregoj edhe një hartë që ta keni parasysh, ka përfrym, ka ndër vlerat më të ulta tokë bujqësore përfrym në Evropë. Pra, për nevojat tona të brendshme për të prodhuar produkte bujqësore dhe që ndikojnë dhe në blegtori, ne kemi më pak sipërfaqe përfrym se mesatarja e Evropës. Atëherë, kur ti ke kaq pak tokë bujqësore dhe mbi të gjitha në këto vitet e tranzicionit absurd të pafund, kjo tokë është coptuar vazhdimisht me ligjin 7501, është coptuar, është zaptuar, është tjetërsuar për troje industriale, për kapanone, për ndërtime pafund dhe gjithandej. Dhe fakti që janë fragmentizuar tokat bujqësore e kanë bërë dhe më pak të përdorur nga interesi ekonomik për të bërë një bujqësi të qëndrueshme, sidomos në kushtet kur shteti e ka lënë të pandihmuar dhe pa i dhënë asnjë orientim. Atëherë, këto toka që ne po flasim që qytetarët e ngritur në protestë, të paktën këto janë sipërfaqe toke bujqësore të pacoptuara, pra flasim me mijëra hektar, dhe aty ne kemi sipërfaqe të tëra që mund të punohen me të njëjtën kulturë bimore, grur apo misër, apo përdoren për 100 krerë lop apo më tepër dhe këtyre vetë u merr lufra apo se qumshin që tregton. Ti këtë që e ke një sipërfaqe të madhe që kjo ka interes ekonomik për zhvillim bujqësor, në vend ta t'i japësh subvencione, në vend ta orientosh, ta ndihmosh, ta bësh sa më konkurruese në tregun bujqësor vendas dhe rajonal, ti çfarë bën këtë vete e nxjerr jashtë funksionit dhe e shet dhe e jep në përdorim për panele fotovoltaik. Pra, kjo është e gabuar. Atëherë, unë mendoj se në kushtet kur sot gjithë politika e jashtme, ne dëgjojmë që flitet për kriza, për luftra që zhvillohen dhe që kërcënohen të zhvillohen. Ne kujtojmë kur filloi lufta në Ukrainë, pati një rritje të çmimit të grurit, pati një krizë energjetike që sollën rritje të bukës, rritje të grurit në Shqipëri, rritje të energjisë. Atëherë, në kushtet kur toka bujqësore në Shqipëri është shumë e pak, duhet trajtuar vërtet si aset kombëtar që duhet mbrojtur. Dhe në vend që të krijohet një sipërfaqe në zonën e Myzeqes për shembull, që është hambari i Shqipërisë, një sipërfaqe për sigurinë kombëtare, për bujqësinë, për ushqimet, që ti jo që ta tjetërsosh për industri, por ti ta përmirësosh ato tokë që ti akoma dhe me prodhuese. Pra, një pjesë e ambarit të Shqipërisë që të garantojë në kohë krizash një burim bujqësor, drithrash apo ushqimesh të garantuara nga prodhimi vendas. Ti s'mund ta japësh këtë për panele fotovoltaik. Dhe zhvillimi qëndrueshëm nuk është ky, qeveria, shteti, propaganda tyre, për fat keq e kanë ulur vlerat si fjale, duke përdorur rëndom. Ky nuk është zhvillim i qëndrueshëm, ky është një zhvillim që konsumon
dhe është zhvillim tipik i shoqërive konsumatore, që atë tokën ne po e konsumojmë sot për panele dhe nxjerrim jashtë prodhimit. Pra ajo nuk do hyjë më për një kohë shumë të gjatë vetëm qofse tjetërsohet në prodhimin bujqësor. Atëherë cila është alternativa? Alternativa është që këto investime për panele fotovoltaik, pse mos të incentivohen të gjithë këta që kanë stane, që bëjnë magazina bujqësore, le ta bëjë shteti me ligj, t'i detyroj të gjithë dhe t'i jap bonus, të gjithë ata që bëjnë kapanone industriale, të gjithë ata që kanë sipërfaqe të mëdha çatije, të gjithë ta të mbulohen me panel fotovoltaik. Atëherë ti arrin realisht që të bëhesh një shtet i zhvillueshëm që mendon për energjinë e rinovueshme, por duke garantuar dhe sigurinë ushqimore të qytetarëve. Kështu që kjo është një protest e qytetarëve që më duket shumë e drejtë dhe ne si Lëvizje Bashkë duhet ta mbështesim, por kjo është një kampan alarmi sepse të njëjtën gjë po e bëjnë në Tragjas, po e bëjnë në për zona të tjera dhe fatkeqësisht të gjithën këto po e bëjnë në për zona bujqësore. Pra, atje ku është më lehtë që toka është fush, atje po venti ti përdorin këto dhe ti nxjerrin jashtë tregu bujqësor për panele fotovoltaik. Ndërkohë vetëm në zonën e Fierit janë dhënë mbi 25 dhe në gjithë Shqipërinë duhet të jenë mbi 50 impiante fotovoltaik pra leje. Dhe po të mendojmë tani që në zonën e Fierit toka bujqësore dhe përdorimi i saj po zvoglohet dhe shteti në vend ta ndihmojë po e zvoglonë, po tenton nga qeveria të kthejë të gjitha në industriale. Pse e them këtë? Paneli fotovoltaik 1, e dyta, Teci Roskoveci, në një zonë prap bujqësore, shumë prodhuese ku ekonomia e vendit aty është përqendruar nga banorët e zonës në bujqësi dhe në blegtori, po jepet dhe leja përfundimtare për ta ndërtuar Tecin. Atëherë imagjinojeni gjithë Shqipërinë, kudo që ka toka bujqësore një ditë do zgjohet vetëm e pasqyra që nuk do prodhojnë më ushqime dhe ushqimet ata banorët do t'i paguajnë shumë shtrenjtë, po do prodhoj energji që vete në xhepat e vetëm pak investitorëve. Imagjinojeni pjesa tjetër për gjatë tapit do jetë gjitha e mbushur me tece dhe ku vete bujqësia? Ku vete ajo bujqësia jonë që duhet furnizoj tregun vendas, po duhet furnizonte dhe turizmin. Pra, unë mendoj se kjo është një rrugë shumë e gabuar dhe çdo iniciativë e banorëve për të mbrojtur të drejtën e tyre për të zhvilluar dhe vazhduar me ekonominë bujqësore dhe blegtorinë është një iniciativë që të gjithë ne duhet ta mbështesim.